Po mundohem që të specifikoj veçoritë të cilat përveç që e dallojnë dhe e bëjnë diferencën, janë edhe pikë dopte prindërve, se secili prind i don këto me i ditë, ushqimin, oraret. Ajo çka tjetër është shumë e rëndësishme sepse shqetësimi më i madh i prindërve të gjeneratave të sotme janë çanta dhe librat e rënda të cilet fëmijët edhe po kanë probleme me shpinë pastaj. Këto e keni menduar përmes dollapave që i kanë fëmijët dhe marrin vetëm ajo çka ju duhet e shtëpia? Po, zakonisht prindërit edhe fëmijët munden mi lanë librat edhe materialet e tjera në shkollë, munden mi marrë vetëm ato të cilat ju duhen në shtëpi, apo kur kanë projekte ose diçka tjetër. Nxënësat shpeshherë kanë edhe aktivitete në iPad-a apo edhe detyra, të cilat edhe prindërit munden me i ndjek, kështu që shumica e tyre është online. Mirë, po gjithçka tjetër mund të vendoset në klasë, e cila është e sigurt edhe nuk ka nevojë me barë gjatë kohës. Po, dhe transportin shkolla e siguron apo? Po, transporti është i organizuar derë me derë. Zakonisht për prindrit është një lehtësim, për shkak se kolonat e ndryshme në mëngjes janë edhe pas dite, ja u lehtëson edhe atë proces.